Shtëpitë karakteristike prej guri në lagjet muzeale nuk janë vetëm dëshmi e historisë, ato po marrin një rol të ri, duke u shndërruar në bujtina që mirëpresin çdo ditë vizitor vendas dhe të huaj. Kjo formë turizmi po u jep banorëve një mundësi të re për të zhvilluar ekonominë familjare, ndërsa lagjeve një jetë të re. Në lagjen muzeale të Dunavatit, Saide Gjini, prej më shumë se 3 vitesh, mirëpret turist nga vende të ndryshme të botës. Të kënaqur jemi. Shumë të kënaqur jemi se këtu ishte një zonë e vdekur, kishte mbaruar domethënë gjithçka. Po me ardhin e turistëve zhvillojmë çik ekonominë, me ato tradita ecim. Edhe me ushqimin tradicional të qytetit, bëhet qefqia në restorante, bëhet që është gjirokastër, bëhet bireku, bëhet sarmaja, pasërtia s'bëhet fjalë, në çdo lokal, në çdo guest house, në çdo hotel. Do t'japim maksimumin që të na vazhdoj puna. Shumë të kënaqur jemi dhe në venda si ta. Vinë nga Kosova, vinë nga Tirana, Durrësi, vinë nga çdo qytet. Ajo që tërheq më shumë vizitorët është ndërthurja e arkitekturës tradicionale me jetën e përditshme të banorëve. Kemi urën Ali Pashës, shumë vjeçare, kemi shtëpinë e Çerçis Topullit, kemi shtëpi të vjetra plot, me çati guri, me gjithçka ka për të parë. Për shumë turistë të huaj, qëndrimi në bujtina është më tepër se sa një akomodim. Është një mundësi për të përjetuar nga afër kulturën vendase dhe për të njohur traditat. Well, we arrived with the family this morning. Zgjodhëm të qëndronim në një bujtinë sepse donim të përjetonim mikpritjen tradicionale dhe jetën e përditshme të banorëve. Shtëpia është shumë e bukur, njerëzit janë të sjellshëm dhe atmosfera është e ngrohtë. Kjo zonë ka një histori të pasur dhe një arkitekturë mbreslënëse. Do ta sugjeroja pa hezitim për çdo që dëshiron të njohë kulturën vendase. Interesi në rritje për bujtinat po i kthen lagjet muzeale në një nga pikat më të rëndësishme të turizmit kulturor, duke dëshmuar se ruajtja e trashëgimisë dhe zhvillimi i turizmit mund të ecin krah për krah.